Supozoi të ishte një asamble formale, pasi kandidati për president ishte vetëm një dhe ai pritej të votojë unanimisht. Por nuk ka ndodhur kështu, pasi Asambleja Zgjedhore e Federatës Shqiptare të Mundjes ka përjetuar një nisje mes tensionit dhe polemikave. Përfaqësues të klubit të Beslidhjes dhe ata të Partizanit, që nuk janë regjistruar në Federatën e Mundjes, nuk kanë lejuar zhvillimin e kësaj asambleje me pretekstin e të qenit padrejtësisht të përjashtuar në të. Vetëm pas plot 2 orësh nga nisja e punimeve, gjakrat janë qetësuar dhe më pas është vijuar me procesin zgjedhor, ku Martin Biba ka marrë të 16 votat e të pranishmëve në këtë asamble, duke u konfirmuar presidenti i kësaj federate. Në këtë asamble kanë munguar përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. I kontaktuar nga televizioni shqiptar nëpërmjet telefonit drejtori i sportit në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Vladimir Gjonaj, konfirmoi marrjen e ftesës nga ana e Federatës Shqiptare të Mundjes, por sqaroi se ajo ishte përtej afateve zyrtare dhe e paplot në dokumentacionin e kërkuar. Ndërsa kreu i Kokshit, Viron Bezhani, ka theksuar se organizmi që ai drejton nuk e njeh këtë federat dhe organet e saj drejtuese, ndonse si ai ashtu dhe Gjonaj ishin të pranishëm në asamblenë e mëparshme zgjedhore që mbajtur më 21 dhjetor 2013.